Është organizuar për të dytin vetëradhësi sfilata e Miss Universe Albania and Kosovo në Green Coast. Vajzat konkurrente krijuan një atmosferë magjike në Lifestyle Center La Vista përmes 4 sfilatave me veshje të kuruara, që sollën secila një frym ndryshe. Nga bikinit më in të sezonit tek veshjet e lehta verore dhe kostumet tradicionale, La Vista u kthye në skenën ku bukuria shqiptare u ndërthur natyrshëm me elegancën dhe stilin. Për producentin e Miss Universe Albania and Kosovo, Eduard Deda, ky bashkëpunim sjell një eksperiencë ndryshe për vajzat, por edhe për publikun që e ndjek nga afër një spektakël të tillë në zemër të Rivierës. Kam një pritshmëri pozitive, ne kemi të ftuar njerëz special që do ta ndjekin, është edhe mentori im Fadit Berisha, i cili sot do të ndjeki show-n. Është një show që mbahet për 2 vitesh, një traditë tashmë në Green Coast me Miss Universe Albania dhe Kosova. Cilat janë risitë e këtij edicioni? Në këtë edicion nuk do përsërisim veten, do të vim me një ndryshim në përmbajtje, e cila do të jetë, kam përzgjedhur bashkëpunëtoren time Kozeta Kurti për të bërë pjesën artistike dhe të gjithë performancat do të jenë me muzikë live, do të kemi një band në Palatin e Kongreseve me datën 29 qershor, do të jetë performon Aleksandr Gjoka, performon Era Rusi, performon Stine dhe shumë të tjerë. Në ndërtimin e ish Miss Universe Albania, Francesca Rustem, këmbërmje veçantë solli në La Vista vajzat konkurrente nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi, të cilët ndanë emocionet e tyre. Është një ëndër jam aty që vogël, kam dashur me provu me sezban, edhe provova. Miss Universe është një rrugtim shumë i bukur, është një rrugtim që do na hap shumë rrugë, është një rrugtim që na rrit vetbesimin, na mëson shumë gjëra të reja. Miss Universe nuk është vetëm për bukurinë, Miss Universe është një term më i përgjithshëm, edhe pse jo mos me provu çdo vajzë. Është një eksperiencë shumë e bukur, unë kisha me shumë pasion për ta provuar një herë Miss Universe Albania dhe fatmirësisht e mora guximin. Edhe ju sugjeroj gjithë vajzave që e kanë si ëndër që të marrin pjesë, sepse është një eksperiencë shumë e bukur që do ju ngelet gjithmonë në memoria. Aktivitetet të tilla të larmishme e bëjnë Green Coast një nga destinacionet më të kërkuara të Bregdetit shqiptar, jo vetëm për pushime dhe relaks, por edhe si një hapësirë që promovon stilin, kulturën dhe traditën shqiptare. Përmes një kalendari të larmishëm me eventesh dhe bashkëpunimesh me emrat më të njohur të artit dhe spektaklit, Green Coast tregon se pushimet nuk janë vetëm plazh dhe det, por edhe momente që sjellin në vëmendje vlerat kulturore të vendit.